Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se si pasojë e rreshjeve intensive, gjatë orës së fundit ka patur rritje të niveleve të lumenjve në disa qarqe të vendit, gjë që ka krijuar problematika serioze, kryesisht për mbytje të tokave bujqësore dhe banesave, rrshitje dherash, dëmtime infrastrukturore dhe bllokime rrugësh. Situata më problematike paraqitet në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ndërsa në qarqe të tjera, situata është në monitorim ose më pak rrezik. Strukturat e mbrojtjes civile dhe forcat armatosura, në koordinimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Mbrojtjes Civile dhe Ministrisë së Mbrojtjes, janë angazhuar në terren për përballimin e emergjencës, evakuimin e banorëve, ku është nevojshme edhe minimizimi i dëmeve. Ministria e Mbrojtjes njofton se në total janë angazhuar rreth 150 efektiv të forcave të armatosura, 20 mjete të kalueshmërisë së lartë dhe të tonazhit të rënd, 10 gomone, motobarka shpëtimi, 15 pompa thithëse dhe kapacitet të lartë dhe të vogël.